Në nderim të rënëve të luftës nacional qëllimtare institucionet më të larta të shtetit, zhvilluan homazhe zyrtare pranë memorialit në Shqipëri, ku presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Niko Peleshi vendosën kurora me lule. Krerët institucional zgjodhën të mos mbajnë fjalime, ndërsa mesazhet për sakrificën e dëshmorëve dhe luftën kundër pushtuesve nazifashist e shpërndan më pas nga zyrat e shtypit të institucioneve. Ndërkohë, ndarja politike rreth datës së çlirimit vijon të jetë e pranishme edhe këtë vit. Partia Demokratike ruajti traditën e mospjesmarrjes në ceremoninë shtetërore të 29 nëntorit. Megjithse i pozicionuar në krahun e djathtë, Ilir Meta dërgoi nga qelia një urim në frymën e së majtës, ndërsa në vend të tij pranë memorialit u paraqit Tedi Blushi me kurorat e luleve. Pas mbylljes së ceremonisë zyrtare, një grup mbështetësish të figurës së Enver Hoxhës zhvilluan marshimin e tyre të zakonshëm, duke shoqëruar ditën me simbole dhe broritje nostalgjike. Ceremonia dhe aktivitetet paralele rikthyen edhe një herë në vëmendje kontrastet e thella politike lidhur me interpretimin dhe simbolikën e 29 nëntorit.